E nisin dashurinë, e ndërtojnë një raport. Në përgjithësi tash, kuptohet, ka raste nashta kur mund më konë ndryshe, po në përgjithësi këto bashkëjetesat përfundojnë në ndarje. Përgjithësi, jo krejt. Jo krejt, po thonë, pra, po ka raste shumëta që domethënë thonë, valla supershtatën. E pa supershtatën, po supershtatën se domethënë ka pas interes caktuar. Kur ka mbaruar interesi aty dashnia s'është më. Kur ka dashni, domethënë nuk fytet interesi. Kështu që mendoj që përpara u kon pi më të mirave kësaj që kanë vetë kush është familja. Edhe ka burri, edhe ka gruaja. A ka tradhtor o a ka shpiuna në shtëpia, çfarë punë aty? Po punë më pas se gjaku u izbota, i trashëgohet. Apo kupton se çmaj keq që ti rrit të mundon me sakrifica, domethënë në fund me shkum i dikojna që nashta ka pasur familje zotruna. Kështu që tash nuk pyeten më përgjithësi këto gjëra, ka raste kur po, por përgjithësi nuk pyeten. Që kjo bashkëjetesa mu personalisht, po thomë, tash është mendimi jemi, mu më pengon. Edhe kjo martesat hajtë se ka kohë, kur t'i bën të vjetë, valla kënë me asë, edhe koha shkën. Po thomë, që sa më herët, është knatësia edhe me fëmin ma e mirë. Nëse unë s'po thomë tash në 16-17 vjetë, 18 vjetë, po kur e shef që për me jetu e dash një person, qoftë mashkull, femna mashkulli, nëse dënë me kryu familje, pa akoma mirë se më konë 23-4 vjetë, më konë prind, nëse dënë zoti me pas fëmi, ishala krejve i falë zoti fëmi, po knaqe edhe ma shumë me fëmijën tënë, dhe kur ta bëjsh të një mos 45 vjetë, 50 vjetë, a i të bëhet kraj djathë. E ki edhe krap për veti. Apo këtonë se na nuk jetojmë tash me thonë, e tha Monika ma herët, tash nashta kjo e ka nashta barën qyshe e tha puna prindit për asi, po e kena bërgj, deshte, ki bërgj, gjeneti nuk fitohet ndryshe, s'fitohet gjeneti me shok. Apo këtonë, gjeneti fitohet me prindin, të kom të nanës e ki gjenetin, fitohet me babën. Apo këtonë, kështë që mundi sakrificat që e bën t'i bërtot, edhe ti nesër, sholat dënë zotin, kur nuk kena nashta me një smujt saktume, po kur ti a ki dhonë hakin babës tënde, se nanës tënde, mësë të që fëmija e sa e pëty, mësë të që qënë në shpit pleqve. Po shpia pleqve nuk është edhe ka që me argote. Po në shka provoje. Se jo, që shko ardë koha me... Po s'ta ndrojnë tema, se i ka pikë e marrën edhe qikën të më gjenetok. Ja, të s'na pitë kush, se tim veta shkojmë, kështu që është qështje... Unë jam dëvojnë, nuk është e letë. Nuk është e letë me sakrifiku, se krejtë, dhe më thonë, kush o prende, dhe më farë sakrifisa o fëmija, që dhe më thonë, një temperaturë me posë gjumi nuk zënë të natën, e qaj fëmi nezër, dhe më thonë, me qunë shpit pleqve, po valoja është e rondbe? Ja, bëna pyetjen, po kërkojnë dashurin... Unë s'po vole që ku i ki nona apo lidhje pa përgjithësi sot, Monik, dhe shumë shpejt vjen deri te zhdukja që e tha, kjo ose ndarja në myrë. Unë mas pari mendoj që viteve të fundit dhe që kjo Gen Z nuk kanë fare dashni. Kanë fare dashni? Aty këto. Unë e flasë, po flasë në përgjithësi, a më do këtë këmarë këtë me folë në përgjithësi, a me raste. Qysh dush ti? Vore vitime. Qysh dush ti? Je lirë. Liberë do me thonë. Liri. Unë mendoj që dashnia e vërtet është një herë, hajde bre dhe 2 herë. Por ma shumë nuk mundet me qenë, sepse Zoti ka kriju njerin me një zemër, okej, i pari për shembull, ose e para ka dështu për shumë arsye, po duhet me pushu pak me shëru vetin mas nej, me fillu me mendu me kriju lidhje tjetër. Këto tash në kohën e fundit, këto gjana si mendojnë fare heq. S'lojnë as vend shërimi, s'lojnë as vend kohë që dush më marrë me vetin, ju e dini shumë mirë, se sot mas shumë ti është e përhapun që kjo depresioni që pëthojnë, edhe na kemi pas, po e kemi kalu duko me së dit, po edhe e kemi kalu me shumë gjana ma me vlerë, sepse jemi knaq me pak, dhe kur knaqesh me pak, ti nuk ki ko për depresion. Mas nej që kjo ankthi, që është i ditëve të sodit, që për fat keq është ka ndodhë. Shumë gjdo i dyti e përjeton... Përso prej dashni se kanë? Gjdo i dyti e përjeton, për shkak se nuk din me dasht, nuk din me vlerësu, pak, po gjithmonë fantazojnë që thaj është koha virtualitetit, fantazojnë